Sëmundjet seksualisht të transmetueshme po njohin rritje të ndjeshme vitet e fundit. Mjekët ginekolog thonë se faktorët si ndryrimi i shpeshtë i partnerëve, fillimi i hershëm i jetës seksuale dhe mungesa e mbrojtjes kanë ndikuar drejt për drejt në përhapjen e këtyre infeksioneve. Ndryrimi i partnerëve, liria seksuale, fillimi në moshë të re i jetës seksuale kanë ndikuar shumë në rritjen e këtyre sëmundjeve IST-ve, infeksione seksualisht transmetueshme. Por ato që janë më shqetësuese sot janë infeksionet virale, infeksionet seksualisht të transmetueshme nga virusi, siç është HIV-i, papilomavirusi, i cili është shkak kryesor i kondilomave sot. E përhapur janë hepatite C, B, që mbenen me anë të kontaktit seksual, të përhapura shumë dhe infeksione bakteriale, ku mund të hyjnë sifilizi, gonoreja, të cilat janë përhapur shumë vitet e fundit. Sifilizi është një nga infeksionet seksualisht të transmetueshme në rritje, i cili nëse nuk zbulohet dhe trajtohet në kohë, mund të çojë deri në pasoja fatale. Ai mund të shfaqet një sëmundje vdekje prurëse më vonë, me të pashërueshme, nëse nuk diagnostikohet në kohë. Bërja e një ekzaminimi tek mjeku ginekolog, prania e një ulçere ose që nuk është e dhimbshme por e fortë, e cila është e pranishme në organet genitale. Ajo mund të zgjati 3 deri në 6 javë, pastaj të zhduket, të ri për 2 deri në 6 muaj, dhe se shfaqet kjo quhet sifilizi primar, kur shfaqet ulçera. Mjeka ginekologe Afërdita Mana i shpjegon se rastet paraqiten vonë, atëherë kur janë ekspozuar ndaj simptomave, ndërsa apelon për më shumë ndërgjegjësi mbi rëndësinë e ekzaminimeve dhe testimeve të rregullta, veçanërisht për ata me më shumë se një partner seksual. Shumë pak vinë, burra, djemt, meshkujt vinë pak. Tek mua. Femrat nuk vinë vetë, do me thonë të thonë që të bëjnë një ekzaminim, jam e gishta. Vetëm kur shikojnë që ka një limfonodul linguinal, që ka një dhimbje, ka një ulçer, atëherë mund vinë, ose kur kanë daljen këto lythat vaginale. Bile mund të jetojnë me ato dhe 5-6 muaj dhe pastaj vinë. E para një duhet të jenë shumë të kujdesshëm për sa i përket marrëdhënieve seksuale. Përdorimi i rrugëve të ndryshme ka bërë që të përhapen shumë. Edhe pse rastet janë në rritje, sensibilizimi për këtë çështje delikate mbetet i ulët, ndërsa shumë persona të infektuar nuk janë të vetëdijshëm që janë bartës të ndonjë virusi. Aktualisht në vend infeksionet më të përhapura janë HPV, sifilis, por edhe HIV/AIDS.